Në zgjedhjet parlamentare të 11 majit për Kuvendin e Shqipërisë, janë bashkuar disa milionerë të rinj të pasuruar në mënyrë të dyshim, disa duke shfrytzuar krahun e punës së vajzave dhe grave të varfra, të tjerë përmes tenderëve dhe karteleve të ilaçeve, disa duke përdorur çekiçin e drejtësisë, disa përmes koncesioneve publike, zhvatjes së pasurisë dhe parave publike, kontrabandës, evazionit fiskal, skemave mashtruese, pastrimit parave dhe trafiqeve. Skënder Pashaj, i njohur si Beu i Fasonëve, u zgjodh në zgjedhjet e 11 majit deputet në listën e mbyllur në Durrës të Partisë Socialiste. Sapo Edi Rama e futi në listën e sigurt, Pashaj para zgjedhjeve nisi ta prezantonte veten si politikan dhe deputet i PS-s. Pashaj u ekspozua në media në vitin 2020 gjatë pandemisë, ku pati një përplasje me deputetin Erion Braçe për shkeljen e të drejtave të punëtorëve nga Pashaj në bizneset e tij Fason. Skënder Pashaj deklaron një pasuri me vlerë miliona euro, e cila buron kryesisht nga biznesi i tij Fason, ku punonin rreth 1.800 punonjës, kryesisht gra dhe vajza me paga të ulta, në kushte të vështira dhe të rrezikshme për shëndetin, me orare të zgjatura dhe me shkelje sistematike të drejtave të punëmarrësit. Pashaj deklaron 23 pasuri të paluajtshme si apartamente, magazina, fabrika, toka, ar, ulishte, vila e aksione në kompani me vlerë miliona euro. Beu i Fasonëve vetëm në një llogari bankare rezulton se ka 1.8 milion euro, ndërsa ka dhënë shumë të mëdha hua, duke ngritur dyshime për shmangje të taksave që burojnë nga dividendi i munguar marrë nga Prapaskena.